Gjykata e Lezhës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg pa afat për 2 të rinj të përfshirë në përplasjen me armë që ndodhi pak ditë më parë në Laç, ku mbeti i vrarë një person dhe u plagosën 4 të tjerë, përfshirë dhe një shitse ambulante. Të arrestuarit Klevis Ndreça dhe Daniel Gjeloshi u përballën me vendimin e gjyqtarit Lirim Buluca, i cili e cilësoi të lishëm ndalimin e tyre dhe urdhëroi që ata të shndrojnë në paraburgim për veprat penale të vrasjes dhe mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit. Ndreça ishte i pranishëm në sallën e gjyqit, ndërsa Gjeloshi u përfaqësua nga avokati mbrojtës, pasi ndodhet ende nën kujdes mjekësor për shkak të plagëve të marra në ngjarje. Kujtojmë se ngjarja u regjistrua mesditën e së shtunës në rrugën që të çon për te kisha e Laçit. Sipas hetimeve paraprake, përplasja nisi pas një incidenti rrugor mes 2 automjeteve, që dyshohet të kenë qenë përplasja e pasqyrave gjatë lëvizjes. Të rinjt ranë dakord të ndalonin për të sqaruar situatën, për sapo kanë zbritur nga makinat, konflikti ka degeneruar në shkëmbim zjarri. Nga të shtënat e Klevis Ndreçës mbetën të plagosur 3 persona, mes tyre edhe shoku i tij Amaril Londoj dhe një shitse ambulante. Një tjetër person i plagosur, Gerald Bitri, ndroi jetë më vonë në spital si pasojë e plagëve. Edhe Daniel Gjeloshi qelloi me armë ndaj kundërshtarëve, por pa shkaktuar lëndime.